Një nga momentet më të papritura dhe më të komentuara të këtij edicioni të Big Brother Kosova ka qenë rikthimi i fokusit të Dolce dhe Toni. Pas ditëve të tensionuara dhe përplasjeve mes banorëve, këta dy konkurrentë janë shfaqur bashkë, duke dhënë një pamje krejt tjetër nga ajo që publiku ishte mësuar të shihte. Ata dukeshin të qetë, të lumtur dhe të lidhur në një mënyrë që kishte tërhequr menjëherë vëmendjen e të gjithëve. Pamja e tyre bashkë është bërë menjëherë temë diskutimi brenda shtëpisë. Dolce dhe Toni u pan të përqafuar, me buzëqeshje të sinqerta dhe një afrimitet që duket se nuk mund të fshihej. Të tjerët e vëzhguan me kuriozitet. Disa me habi, disa me lehtësim dhe disa të tjerë me pak xhelozi. Shumë prej banorëve e perceptuan këtë afrim si një lloj shpërblimi emocional pas ditëve të vështira, si një moment qetësie në mes të dramat dhe rivaliteteve që e kanë karakterizuar shtëpinë deri tani. Nga ana e publikut, kjo lidhje ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale. Ndjekësit u mrekulluan nga mënyra se si dy konkurrentët, të zakonshëm dhe të përballuar nga lodhja dhe tensioni i lojës, treguan një anë të butë dhe njerëzore. Afërsia e tyre duket e natyrshme, e sinqertë dhe e pa planifikuar, gjë që e ka bërë momentin edhe më të veçantë për publikun. Çfarë e bën këtë lidhje edhe më interesante është fakti se në një shtëpi ku gjithçka është strategji, aleanca dhe lojë, Dolce dhe Toni duket se kanë arritur të ruajnë një dimension të ndjenjave të sinqerta. Përqafimi i tyre nuk është thjesht simbolik, ai pasqyron nevojën për mbështetje emocionale dhe për të ndarë një moment afërsie brenda një mjedisi ku çdo gjë matet dhe analizohet. Banorët e tjerë reaguan në mënyra të ndryshme. Disa u përpoqën të jenë diskret, duke mos ndërhyrë, ndërsa të tjerët ndan komente të zëshme për këtë afrimitet, duke e kthyer Dolce dhe Tonin në qendër të diskutimeve. Përplasjet dhe tensionet e mëparshme duket se për momentin janë zbutur për ta, duke i dhënë një frym krejt të